Përgatitjeve për sezonin turistik veror, Bashkia Lezhës e ka vijuar me një aksion të gjerë pastrimi për gjatë vijës bregdetare të Shëngjinit nga rana Hello deri në Kune, ku tjetra punonjës administratës dhe institucione vendore zbritën në terren për të larguar mbetjet dhe për të kthyer Bregdetin në një destinacion të pastër e mikpritës për pushuesit. Aksioni përfshirë jo vetëm mbledhjen e mbetërinave të sjellura nga deti, por edhe pastrimin e mbetjeve të hedhura nga vizitorët përgjatë zonës së plazhit. Gjatë ndërhyrjes u larguan sasi të konsiderueshme mbetërinash të grumbulluar në pikat ndryshme të plazhit. Në lidhje me këtë ndërhyrje, kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierin Dreu theksoi rëndësinë e mbajtjes së mjedisit të pastër dhe bëri thirrje për bashkëpunim nga të gjithë qytetarët dhe pushuesit. Është një aksion ku kryesisht bashkia ka dalë sot edhe institucionet e tjera për të bërë një pastrim radikal të gjithë vijës bregdetare. Nuk është një situatë alarmante, ka një farë stabiliteti i pastërtia, gjithsesi ne po bëjmë punën tonë, ju bëj thirrje gjithë pushuesve që vinë në Bregdet të mos marrin qesët e Tilenës, sepse ka shumë qesë që janë në rërë dhe mezi po i shkulin, po t'i marrin mbetërinat me vete dhe t'i hedhin në një nga koshat e mbetërinave diku në rrugë. Pra shumë e rëndësishme që të ketë një ndërgjegjësim qytetar. Ke parasysh ne do bëjmë punën tonë, absolutisht pastërtia në Shëngjin do jetë në nivele të duhura këtë vejë. Kemi marrë gjitha masat e nevojshme, por duhet një aksion për ta sjellë situatën në normalitet për shkak edhe të mos pasjes sezonit dhe një vëmendje më të ulur që kemi pas gjatë kohës. Ky aksion i gjerë pastrimi i paraprin qeljes zyrtare të sezonit turistik, e cila do zhvillohet këtë fundjavë, pjesë e planit të bashkisë për këtë sezon, është rritja e cilësisë së shërbimeve dhe garantimi i pastërtisë në të gjithë vijën bregdetare të Shëngjinit si një ndër destinacionet më të frekuentuara të veriut të vendit.